Kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në sheshin qendror të qytetit Nën Tereza është padyshim një nga aktivitetet më mbreslënëse që komuniteti shkodran po përjeton në këtë periudhë verore, ku edhe pse temperaturat janë të larta, tribunat e këndit sportiv janë të mbushura që prej orës 18 deri në orët e mesnatës kur mbyllen ndeshjet. Një kampionat ky që krahas të tjerave ka ndërthurur në formacionet përkatëse veteran të basketbollit dhe brezin e ri. Njëri prej tyre është Damian Bekteshi, ish basketbollisti dhe trajneri vllaznis i cili po spikat në fushën e lojës për krah emrave të tjerë të brezit të tij të veteranëve si Gjon Doja, Odise Sukaj, Kastriot Borshi, Erhon Llazani e tjerë. Është një përvojë e mirë për ne, pa thënë tani veteran, sepse lëllemi tonë bashkë, edhe kujtojmë ato kohët e vjetra që ndoshta na mungojnë tani. Por gjëja kryesore më e mirë është që vinë edhe pjesëtarë ka gjithë këshimia, që e bën edhe më interesante këtë pjesë, po harrua elementet e ri që kanë nevojë edhe të përkrahej më tepër, edhe pse jo me po tifozëria i njeh ato më afër, edhe pse ato ndoshta janë hapat e bërë të basketbollit, i bën edhe vetë një kë më tepër që me pas më shumë dëshirë punua, me pas më shumë tarë dhe basketboll. Mendjen edhe shpirtin nuk na dohet mbaj basketbollit. Edhe më shumë basketboll se çdo gjë tjetër. Është najsi me luajt edhe pse vitet kalojnë atin. Edhe nuk ka se kena shumë kohë më marrë në fantajtë me basketbollit me pjesën e lojës, por sa herë him fushë ne napi maksimumin. Mëtej duke folur në aspektin personal, Bekteshi bën të ditur se është në pritje të vendosjes për postin e trajnerit në sezonin e ri sportiv 2026-2027. Kisha disa oferta, po nuk pata mundësi të vetëm marrësha pjesë. Këtë vit jam të bëha disa, kam ja 2-3 oferta që jam të mendu, por kam disa angazhime familjare dhe punët të në Shkodër dhe e kam pak të vështirë që me ikë prej qytetit, por të bëha deri në fund të gushtit që ja lojmë kos.